Do të flasim tani për një temë të nderuar shikues që po e kthen këtë frymën urbane, kujtimet edhe energjinë e komunitetit në zemër të Dardanisë. Është festivali i parë Santea Nostalgia 2026, një festival i cili do të mbahet nga 11 deri në datën 14 qershor, edhe natyrisht se do ta transferoj apo edhe transformoj Sante në një pikë takim të kulturës, artit, muzikës edhe të bashkëpunimit qytetar. Për të treguar pak më shumë rreth organizimit, ideve fillimisht, sepse duket shumë interesante me pa një festival që i kushtohet komplet Santes, ndoshta për gjeneratat e reja dhe mund të mos ketë fare kuptim, po për një gjenerat të tërë të cilët kanë qenë në moshë të rritur në vitet e 90-ta, atëherë Santea ka një domethënie të veçantë. Ne kemi të ftuar në studio Andina Vllahiun për më na tregu pak më shumë rreth festivalit. Mirëmëngjes, mirë se erdha Andina. Që thash edhe pak më herët, ndoshta për një gjenerat, për këto Alpha, Z, Generation, ndoshta edhe mundet mos me pas asnjë domethënie, asnjë kuptim kjo Santea e viteve të 90-ta, por për disa gjenerata të cilat e kam përjetuar Santen ato ditë e lavdit të Santes, kanë kujtimet bukra edhe ky festival i kthen në kohë, është nostalgji me kujtu Santen para shumë viteve. Ky ka qenë edhe qëllimi prej fillimit që mos me prek vetëm gjeneratën Z edhe gjeneratën Alpha, po mi prek edhe grup moshat e tjera që pak janë lënë haresa i përket aktiviteteve. Natyrisht që gjenerata Z dhe gjenerata Alpha nuk e ndjejnë këtë nostalgjisë, nuk e kanë përjetuar, dhe është totalisht normale, po mendoj të u bazu edhe në fëmijët e mi që më pyesin, sidomos i madhi, çka kemi bëu na në kohën tonë, ose ku kemi qenë na, ose ku kemi shku, që ka me qenë një diçka edukative, informative, po edhe argëtuese edhe për gjeneratat e reja. Krejt ideja ka qenë që m'ja kthy nostalgjinë edhe kujtimet e vjetra, edhe gjenerata me më të vjetra, edhe pse jo mos me ndje edhe ata që po kontribuojnë në diçka, me ma një energji pozitive, me u argëtu përmes muzikës, përmes artit, kulturës, që po besoj që festivali i prek gjithë, dhe po besoj që kanë me qenë kënaqur gjithë, kjo është çajo që po mundohemi me ofru. Santea për me pas, po më duket të kemi, mundesh me ilon ato pamje, se Santea konsiderohet bashkë ky kanali mes ndërtesave. Pikrisht, unë po e quaj ky korridori brenda Santeës, pikrisht kur del prej atyre shkallëve elektrike tash që janë nalt. Te nënkalimi aty. Po, te nënkalimi, fillon prej asaj pjesës. Ajo në fillim quhet se i kemi ndarë në 3 zona, është zona e kulturës, mandej kur vazhdon poshtë për me shku këndej ka Morena, pjesa e mesit është Santea Nostalgia Zone, edhe pjesa në fund është zona e arktimit. I kemi ndarë në 3 zona për arsye më të lehta edhe të mbarvajtjes të festivalit, po edhe për vizitorët, njerëzit, banorët, lokalet e të tjerë që dojnë me qenë pjesë e festivalit, për me ditë ku mu orientu pak a shumë. Sepse i kemi ndarë edhe aktivitetet në bazë të zonave. Do të thotë te zona e kulturës i kemi ndarë këto poezit urbane, diskutimet me gastronom të vjetër të asaj kohe, edhe ata kanë me mujtë me nda eksperiencën e tyre, çka ka funksionu gjatë kohës që ata kanë qenë gastronom në atë kohë. Mandej kemi pjesën e lojrave urbane, që mbahen të thotë te zona e kulturës. Te pjesa e Santea Nostalgia Zone do të ketë ushqim, pije, pse jo edhe njerëzit mos të argëtohen me njëri tjetrin, ndajnë disa kujtime. Secili aktivitet, veç për me sqaruar, edhe mandej me pa njerëzit se ku është interesi tyre në cilën prej aktiviteteve me qenë prezent. Po me banorët keni pas diskutime, ka dëgju që në atë pjesë po mbahet një festival, si është prit? Kemi pas diskutime me banorë, kemi pas diskutime me lokale që tashmë janë aty, gjithë kanë qenë shumë mikprit, gjithë kanë qenë shumë të lumtur që po bëhet diçka në atë zonë. Edhe gjithmonë përgjigja ka qenë shumë mirë se ka fillu me qenë pak në hares kjo pjesë. Jo që ka pas atë energjim për para, jo që ka pas atë frekuentimin për para, nuk është që nuk ka frekuentim as tash, natyrisht që ka, po tu bazu në ato... E ka marrë primatin lagjet e tjera, për shembull. Pikrisht, tash ma shumë janë popullu këto zonat e tjera, dhe kjo ka qenë edhe ideja kur kemi nis me qitë në letër festivalin. Keni u lidhje kështu me atë pjesë?
Kam lidhje, jo po aq sa kanë për shembull gjenerata e prindve të mi që i kanë përjetu ato para luftës, ato orën policore, ato po them festat që janë bajt në atë kohë, po kemi pas edhe na, kemi kalu, ne kom kalu ndoshta një periudhë ko gjatë mirë të rinis tem, të e frekuentu Santejen. Natyrisht e këto lokalet pak më të reja mandej që kanë fillu me zhvillu gjatë periudhës të rinis tem. Mërikën e marrë mend? Po, e marrë mend. Që të dy këndjemi. Kështu që, po, na kemi bisedu me banor, kemi bisedu me lokale, gjithë kanë qenë shumë mikprec, kanë qenë lokalet, kanë qenë shumë tapura edhe me na jep sugjerime që ka funksionon tash në atë lagje, me na jep rekomandime, me na njoftu që janë të gatshëm me kontribu edhe ata përmes formave të ndryshme, një ndërta ka qenë edhe që ka qenë ulja e çmimeve të pijeve dhe të ushqimit gjatë periudhës të festivalit. Natyrisht mos me shku me çmime që vetë se i kanë në lokal, po për me qenë se është festival edhe është për komunitetin, me qenë edhe çmimet pak më të vëlletshme. Sa e rëndësishme është përfshirja e komunitetit në këtë festival? Veç pas këtë fillu kështut me bodë dilë të mirë, pak në gjatë atyre ditëve me pas çmime promovuese. Po, kjo ka qenë qëllimi prej fillimit. Na kemi dashur me bëu diçka për komunitetin nga komuniteti. Edhe përderisa jemi nis me bu një festival që është urban, jo komercial, një festival që i prek gjitha grup moshat, një festival që nuk do të ketë vetëm pjesën e arktimit, po do të ketë edhe pjesën e edukimit, përmes për shembull poezisë urbane, mendoj që ajo do të jetë goxha edukative, mandej kemi edhe lojra të ndryshme si për fëmijë, si për gjenerata të reja, si për matritun, të cilat janë edhe edukative në formën e vet. Do të thotë, kjo ka qenë prej fillimit është nisë për komunitetin. Prej fillimit është nisë për me jep diçka komunitetit, veçanërisht energjinë pozitive, argëtuese, edukative, cilat po besoj që pa kohëve të fundit po na mungojnë. Është e vërtet, pra festivali përfshin muzikë, përfshin street art, poezi urbane, panele diskutime, edhe aktivitete për fëmijë. Jeni mundu që në këtë formë mos me sjell diçka vetëm për gjeneratat e reja që me i kthy në kohë edhe me pas kujtime prej asaj kohe, po të gjitha gjeneratat, edhe kategori të ndryshme të shoqërisë. Po, kjo ka qenë qëllimi. Festivali është për gjithë. Festivali nuk është veç për qytetarët e Prishtinës, të kryeqytetit, natyrisht është i hapur edhe për qytetet e tjera, pse mos me përjetu edhe dikush që vjen prej Pejës, ose prej Gjakovës, ose prej Stogut, ose Podujevës, mos me përjetu që ka qenë koha kur na e kemi frekuentu edhe kemi dalë në lagjen Santea. Jemi mundu gjitha aktivitetet paka shumë me ndërlidh me këtë pjesë nostalgjike. Do të thotë edhe aktivitetet mos me qenë gjitha tash me këtë kohën moderne dhe lojrat që kanë ndryshu tash, po jemi mundu me kthy pak atë kohën nostalgjike që edhe fëmijët tanë me përjetu pak ndjenjen që kemi përjetu na që ishim po dalim në lagje mahall që e quishim në përpare, që tash ki pak fëmijë që e bojnë këtë gjë. Edhe po mundohemi, ajo ka me qenë nostalgji edhe për prindë të cilët i kanë lujt ato loja në kohën kur i kemi frekuentu në lagjet mahallat tona. Mandej edhe përmes diskutimeve të panelit si që ceka, do t'jetë një nostalgji besoj edhe për banorët e asaj lagje të cilët janë prej viteve të 90-ta aty, pastaj edhe për gjeneratat më të vjetra të cilët e kanë përjetu, ndoshta mi kujtu përmes pyetjeve, përgjigjeve, rekomandimeve edhe me pjesën e gastronomëve të vjetër, kujtu kohën kur ata e kanë kalu aty. Edhe që kjo ka qenë paka shumë qëllimi i gjithë. Plus do të ketë ekspozit, ekspozita do të jetë me fotografi të vjetra të Prishtinës edhe të lagjes Santea, ato do të mbeten aty për komunitetin. Përveç atyre do të ketë edhe grafiti art murale, edhe ato do të jenë për qytetarët, për banorët, për lokalet aty. Lokalet kanë qenë shumë entuziastë sa i përket pjesëve të
muralistëve të artit në... Po, mërmendja që ja këtem pak një energji dhe një ngjyrë asaj pjesë. Që kjo ka qenë edhe qëllimi se kur kemi kalu, kur e kemi analizuar komplet, duket pak zymt. Edhe muret kanë mbet ashtu më shumë ngjyrë hiri. Edhe është që dielli nuk është që i vjen ndonjëherë po më duket. Ka ditë që po kaloj aty dhe tash po e vreqës po ka diell. S'ka diell. Hiç, thuaj se hiç deri në masdite pak më vonë, po del një diell i lehtë, po mandej. Diell i lehtë, po që ka vetëm fillimin. Pikërisht, po. Atë pjesën tjetër jo, kështu që po besoj që e ndriçojmë. Plus që shto faktin që na jemi mundu edhe kur kemi folë me artistë të cilët kanë me pikturu, po them kështu, përmes artit tyre në mure, ju kemi thonë që me qenë natyrisht që na nuk kemi me ndërhy në punën e tyre, se kuptojmë gjithë që artistët janë e kanë atë botën e tyre dhe ka nevojë me shprehje. Nuk është e thënë gjithmonë njerëzit e rëndot me kuptu artin e tyre. Pikërisht, jo, veç që kemi mendu, ma shumë ju kemi jep një sugjerim që me qenë motive të cilat japin energji, përqojnë energji pozitive, të cilat ndoshta përmes artit të tyre e kthejnë pak edhe atë nostalgjinë e Santejes të vjetër, do të me qenë motive të cilat pëlqehen prej gjithve. Natyrisht që arti është relative shia, a i pëlqen gjithve ajo, po me qenë diçka e lehtë, jo diçka jo ndonjë art shumë i rëndë që ndoshta nuk është... Jo i komplikum këtë rast. Pikërisht, jo i komplikum. Okej, a nisim prej ditës parë? Po. Pra, hapet me datën 11. Të ejnëtën, këtë ejnëtën. Po, nesër pas nesër. Pas nesër, do me thoni kemi edhe 2 ditë. Të ejnëtën hapet në ora, fillojmë ne, bashkë me muralistët, në ora 9, deri në ora 11 natës. Asnjë natë nuk e kemi mbi orën 11, për shkak edhe të respektimit të lejes që e kemi prej komunës të Prishtinës, po edhe për shkak që është zonë e banueshme, nuk kemi dashur me prish rehatin e askujt. Natyrisht e kuptojmë gjithë që kanë fëmijë, shkojnë të nesërmë në punë, apo veç kanë qejf me pushu, kështu që nuk është që do të mbajmë diçka pas orës 11. Po e ejntja është më shumë vendosja e skenës, se do të ketë edhe performanca me artist lokal, edhe DJ, do t'jetë vendosja gjitha materialeve sa i përket festivali. Do me thonë, do t'ketë shenja të cilat të orientojnë, hartë orientuse rreth festivalit. Ti mundesh me qenë të një pjesë, mundesh mos me di që apo ndodhë në anën tjetër, sepse aktivitetet mbahen paralelisht. Edhe natyrisht që do t'ketë orientime, do t'ketë vendosjet, muralistët veç e fillojnë punën e tyre, janë 25 mure, i kemi diku mbi 10 muralist, kështu që besoj që jemi mirë me këtë pjesë. Mandej të nesërmën, të premtën, fillon prej orës 7-6 deri në ora 11 prap. Në ora 7 fillojnë performancat, edhe i ftoj gjithë trinjt edhe trejat, po edhe moshat e tjera që besoj që do të kënaqen me muzikë, do të ketë muzikë pop, funk pop, pak R&B, rap, rock, kështu që i kemi të përzime. Pastaj është një DJ prej orës 10 deri në ora 11. Të shtunën është dita më e ngarkume, se fillon prej orës 9 mëngjes. 9 deri në ora 12 e kemi aktivitetin me ndërmarrjen publike lokale Gjelbër, bashkë me fëmijë, të cilët do të bëjnë pastrimin e komplet hapësirës. Pastaj do të mbjellin lule dhe bim të ndryshme. Besoj që kjo kontribuon pak edhe në mirëqenjen e fëmijëve, natyrisht edhe në edukimin e tyre se sa është e rëndësishme me u kujdes për komunitetin, për hapësirat tona publike, për mjedisin e tjerë. Pastaj 12 deri në 3 kemi aktivitetet për fëmijë, po paralelisht ndodhet diçka tjetër në zonën e kulturës, edhe muzika. Kemi këto gastronomt, bisedat me gastronomi kemi mas ditën e vënshme, do të thotë prej orës 5 e këndel. Janë gastronomt aktual? Apo keni mund me gjetet e gastronomt të cilët kanë qenë në vitet e 90-ta? Jo, ata janë gastronom aktualisht, po kanë qenë pjesë e rëndësishme e zonës të Santejes. Edhe në të kaluarën. Edhe në të kaluarën. Pa ata, Santeja nuk ishtë qenë që shka qenë Santeja. Do të thotë i kemi prek disa prej kafiqave, po thëmë kështu, që kanë qenë në atë kohë. Po ata vazhdojnë me qenë gastronom, po natyrisht jo në zonën Santeja. Po kanë qenë shumë lumëtën që po mundën me kontribu edhe Pak të përmes një diskutimi. Pikërisht, përmes një diskutimi edhe kam pas dëshirë sepse për gjithë ka qenë diçka
për herë të parë ka ndodhur diçka në Santea. Interesant. Po, pash interesant me ndjek edhe diskutimin e tyre me treguesit. Po, edhe unë mezi po pres. Ka qenë atëherë me qenë gastronomë? Cilat kanë qenë sfidat? Pikërisht se mendoj që tash janë dallimet e mëdha, qysh gastronomia sot me gastronominë e kohëve të 90-ta, mendoj që është periudhë, po mendoj ka një farë hendeku të madh mes të dyjave. Kështu që edhe siç e thash edhe të shtunën kemi muzikë mbrëmje, ka urban jazz, edhe DJ, deri në orën 11 prap, edhe e dielja fillon prej orës 9 mëngjes deri në ora 8 në mbrëmje. Prap me aktivitete, prap me poezi, diskutim me banor, diskutim me artistët muralistët, aktivitetet e fëmijëve do t'jenë besoj më interesante, pak më ndryshe se sa aktivitetet që tashmë po i bëjmë. Natyrisht që ka me qenë edhe një mix, do t'ketë edhe aktivitete sa i përket puzzle, face painting, rubikoni, po jemi mendu edhe mi këthy ato lojrat që na i kemi... Qa ju ka kujtu prej këtyne lojnave që kemi gjuajtur? Ore këto emra, u mendojsha mi lyp, a ka ndryshua jo kur i bëjshim postimet në rrjetet sociale, dhe ndështë atash këto emra kumkaceli, cimcimane, bizbizane, dhe ndështë ka ndryshu, po kemi shku me qato emra, se po besoj që gjithë edhe i njohim lastek, gjithë i njohim përmes kësaj forme. Kështu që për me kuptu pak edhe gjeneratat ma të vjetra për çka jemi tu folë, mos mi ndryshu termet, pikrisht kemi qëndru mbrapa që atyre që shi kemi njofta. Do të ketë aktivitete si lastiku, cimcimane, bizbizane, këto janë lojra që nuk besoj asnjë prej gjeneratës të rejdin. Jo, nuk e dina që ekzistojnë. Po, ja, nuk besoj. Mandej, unë e thash dhe ma herët e mendojshave këtë pjesën e klikerave, po, pak shqetësuese për moshat ma të vogla, po do të ketë edhe do të ketë pastaj edhe lojra të ndryshme përmes puzzles, do të ketë edhe disa po themi dhurata të vogla për secilin fëmijë, pa dallim, edhe do të ketë edhe pjesë të leximit fëmijëve, ku do të mundën me lexu libra të ndryshëm, qoftë në gjuhën shqipe, qoftë në gjuhën angleze, edhe po besoj që do të kalojnë mirë dhe... Dhe kjo poezi urbane? Poezi urbane i kemi disa poet shkrimtar shumë të bukur. Këta kanë me nda eksperiencat e tyre sa i përket shkrimit, kanë me jep shembull të gjeneratat e tjera që janë të interesum, ndoshta edhe gjeneratat e reja që janë të interesum me ndjek këtë ëndër mbrapa, një tregu cilat ndoshta janë ndikimet në shoqëri që i kanë poetët, edhe si cili ka vendos me shkruaj diçka me kthy këtë kohën e nostalgjisë të Santejes, me përmend diçka për Santejen, edhe pse kanë punime të veta. Do të thotë, ka me qenë diku rreth 2 orë aktiviteti, ata kanë me i lexu secili, natyrisht do të moderohet, do t'i lexoj secili poezitë e tyre, do të ndajnë eksperienca, do të ndajnë përvoja të hidhura, përvoja të bukura, do të ketë pyetje përgjigje, kanë edhe klube të ndryshme të leximit, të cilët edhe do të marrin pjesë. Kështu që po besoj edhe ajo është e hapur për gjithë. Nuk do të thotë që veç pse je fëmijë do të qëndrosh te zona e arktimit e nuk mundesh me lëviz edhe te pjesa tjetër. Mundesh me ndëgju edhe mundesh me lujt edhe te lojrat urbane, do të ketë shënime të golave, etj përmes disa dhuratave mandej që pasojnë me ata. Është shumë interesante. Pra, ditë shumë të mira për me i marrë fëmijë. Po, shpresoj. Ato gjeneratat tash ju kanë rritë fëmijët. Edhe me i sjell paka shumë me i njoftu, me një rini të cilën ata e kanë kalu dhe mi tregu që ka qenë interesant për njëve në atë kohë. Po, besoj që dhe kjo edhe prej moshës të vogël, kur takohen me një moshë më të vjetër, kanë që ka me diskutu brenda Santejes, brenda këtyre aktiviteteve që jemi mundu na me ofru për qytetarët tonë. Kështu që po shpresoj shumë që me funksionu, që ashtu që kemi mendu na me funksionu, kjo gjitha ka qenë për me bo diçka për komunitetin. Festivali nuk do të jetë vetëm ky edicion, festivali do të vazhdoj, do të jetë i përvetshëm, natyrisht jo vetëm në zonën Santeja. Do të thonë ideja është që me u prek çdo lagje e Prishtinës që ka qenë një kohë e frekuentume. Kemi lagje mjaftueshëm. Me rikthy vëmendjen, ringjalljen pak të hapësirave publike, edhe pse mos merit edhe ekonominë e atij vendit përmes frekuentimit më të shumë të njerëzve, do të thotë edhe lokale që janë aty,
do të kenë mundësin të kenë qarkullim më të madh. Kështu që për shembull, kur përmendet, nuk është që kemi mbrina shumë, sepse gjenerata 83 edhe taman jemi rrit, për shembull, që jemi moshe pjekuris për me dalë në lokale, mandej ndodhi lufta edhe pas luftës u rikthyen qendrat e tjera në vëmendje, nuk ka qenë më. Kjo edhe ka qenë, sepse tash po shohim mjaftueshëm besoj te zona e qendrës, te sheshi, ka mjaftueshëm aktivitete që mohën. Natyrisht është shumë ndoshta është shumë e përshtatshme si lokacion, për shkak se frekuentimi është gjithmonë më i madh, është zonë ka masë njerëzve, është më e populluar. Po te na nuk është vetëm esenca te masa e njerëzve, te na është ofrimi, mi ofru qytetarëve diçka që ata me qenë në fund të këtyre 4 ditëve, me qenë të lumtur edhe me qenë ndoshta pse mos me mendu okej, nëse ky edicion është bo, ndoshta edhe na mundemi me bo diçka që kontribuojmë, po themi, për vend, për qytetin tonë. Kështu që po besojmë që kjo e gjitha është nisë për mirë, e gjitha është nisë për pozitivitet, edhe e gjitha është nisë për të dhënë komunitetit, edhe po besojmë që qashtu edhe ka me qenë. Jo, a din ku po përmendet për shembull Santea, më vjen mend, festat kanë qenë shumë kanë qenë shumë popullore, për shembull festa e Bajramit, ose edhe Krishtlindja. Në për festa kemi dalë, nuk është që kemi pas kështu praktik me dalë për çdo ditë. Po, natyrisht. Në për festa na edhe i kemi bu këto për fest, e kemi bu për ditën e çlirimit të Prishtinës, edhe krejt këtu ka nisë, tu dashur me bu diçka për ditën e çlirimit të Prishtinës, mendoj që pak ka aktivitete, nuk është që s'ka aktivitete për atë ditë, po kryesisht si goxha ditë e rëndësishme e Prishtinës, e kryeqytetit, mendoj që mundemi me bu ma shumë. Kështu që kjo ka nisë edhe me këtë idenë. Po bojmë diçka për ditën e çlirimit të Prishtinës, pikërisht edhe për atë arsye kemi vendosur me nisë me datën 11. Edhe pastaj jemi shtri pak në disa ditë për me mujt me i zënë gjitha këto aktivitetet që i kemi. Andina, në komunikim me njerëzit, jo vetëm me banorët për rreth, po në përgjithësi, si e kanë prit, ose të paktën prind çka të kanë thënë? Një gjenerat që përse e kanë brinat. Pikrisht, une edhe aty dhe ishta munis ma herët, unë i përkas gjeneratave të 90-ta, fillimet të 90-tave, po më kujtohet kur dilshim prind, gjithë e kisha ku keni dalë, ku keni shku, qa keni frekuentu, qka keni boju, adin ku poreni ju natën, edhe disa prej përgjigjeve gjithmonë kanë qenë Santea. Unë atëherë si e vogël nuk e kom ditë sakt qka bohët kur del natën edhe qka është Santea, po me secilin njeri që jo mull me diskutu, bashkë edhe me Ronin, partnerin të cilin e kam në biznes edhe jemi të organizu këtë festival bashkë, përgjigjet kanë qenë shumë pozitive. Secili e ka një diçka që i kujton Santean. Mendoj që tash edhe gjeneratat e reja e din ku është Santea. Nëse nuk e kanë atë pjesën e nostalgjisë dhe të kujtimeve, të paktën e din që ekziston një vend që quhet Santea, çka ka ndodhur aty mandeje, çka ka pasë, qysh ka qenë përpara, ndoshta nuk din detaje, e pikërisht kjo është arsyeja pse po mundohemi me i rikthy edhe me i ringjall çdo hapësira publike të cilat pak a shumë janë të harruara. Edhe përmes disa sekuencave filmike që do t'i lëshojmë gjatë festivalit, na e kemi quajtur si cinema outdoor, sepse do t'jetë në hapësirë të jashtme, do t'ketë pamje të vjetra të qytetit të Prishtinës, të lagjës të Santeas, ku për shembull mundesh më tregu fëmijëve, më thonë shikoni çu ka qenë më herët Prishtina, që kjo pjesë është kjo ku po e frekuentojmë na sot, po shikoni se çu ka qenë para disa viteve më herët. Kështu që nuk kam has ende me një person që që ta ka po pajat. Po jo. Që është kryesorja. Jo, ndërsa edhe shpresoj që nuk ma ka borat. Ju e keni energjinë e mirë. A din qysh, edhe në punën tonë, edhe ma mërmendja që në secilin profesion, për derisa ti kënaqesh, derisa e bën punën, është e pamundur pa depërtuar që kjo energjia që ti e ndjen. Shumë e vërtet. Krit kjo, po them edhe një herë, krit kjo ka fillu sinqerisht për komunitetin dhe për me bo diçka që shpërndan edhe për qanë energji pozitive. Unë për veti kove të fundit pak e kom djeni energji negative në përgjithësi, edhe prandaj edhe dyqysh jam shumë e lumtur që po ndodh që kjo,
Edhe çdo ditë po zgjohem kështu me një dëshirë shumë të madhe që mezi po I pres që ato 4 ditët e festivalit. Miradim, faleminderit shumë që erdhe në program Mëngjesit me nda këtë si informacion edhe me shikuesit e Mëngjesit, edhe unë uroj dhe shpresoj që gjithçka ka me shku mirë, mbara ashtu që ju e keni planifiku. Faleminderit shumë Fllonza edhe për ftesën, ishte kënaqësi shumë e madhe si gjithmonë. Shpresoj që me pas sa ma shumë qytetarë, banorë, pse jo dhe të qyteteve tjera që na vizitojnë dhe I shijojnë këto ditë me neve. E kisha shfrytzu veç shpejt një pjesë që ndoshta mundën me na ndjekën rrjetet sociale, në Instagram santea.nostalgia, edhe aty informohen ma shumë edhe rreth programet, artistëve. Që ishte I detajuar. Po, kështu që për këndo që është I interesuar, vlerësisht mundet me na përcjell. Faleminderit Fllonza edhe një herë.